Për shembull në Ferizaj nuk kemi ndonjë rrezik, për shembull që mund ta rrezikoj agimin, për shkak që njëri ku ka ditë më mojt, e ka krijuar një farë ndikimi ti publik, tregohet për disa projekte, pavarësisht se ne kemi kontestuar dhe shpeshherë kemi kritikuar, por niveli i përgjithësisë në raport me qytetarit ka qenë shumë i zëshëm. Mendoj që edhe në Prizren, shoqërtuta mund të rrezikohet nëse del kandidat ministri i kulturës dhe potencialisht po flitet për Prishtinë. Jep, besoj. Për Prishtinë u kry me gjasë është Glauku. Besoj që diskutuar disa emra. Besoj që po flas është njëra prej është Glauku. Jo, s'ka asgjë mendos. S'ka, okay. Domthon është njëra prej Ta elementeve. lënë gjithmonë në fund në 12 natë se qesin janë. Jo, strategji elektorale, po, dakor. Qoftë fundit ka qenë angazhuar. Kanë strategji këta se i pikasin, Po kena. i lypin me luk. Për shembull në komunën e Prishtinës, unë besoj që kandidati nga Lëvizja Vendosje do ta orientojnë, edhe çdo mundësi që po mos jetë një kandidat i dobët. Për shembull Klauku apo ndonjë Glauku është kandidat i fortë. Unë besoj që përpara Romën ka me hub përpara Romën dhe ka me fitua i kandidat dhe besoj për shumë arsye, por atë që qytetarë shumë kanë prit për përparimit. Do të diskutojmë arsyet se pse mund të humb apo fitoj. Më rëndësimi i zbërthy. Jo, i diskutojmë pse mund të humb apo mund të fitoj përparim Roma dhe nga kush. Për shembull në Kemi edhe një kandidat tjetër që përflitet nga PDK-ja, që është Uran Ismaili, që nuk ka dalë keq zgjedhjet e kaluara. 9.000 vota. Po pra. Ka qenë votat historike më shumëti në komunën PDK. Mas Fatmirli, edhe Fatmirën e ka mujtë në atë kohë. Po Sokoli që Sokol Bashuta me Klinës që komë rikthy, që është i bindur që komë Sokoli e fiton. Domthon unë besoj që ai komë rikthy Klinën. Mirë, para se me diskutu komunat dhe të gjitha, besoj, gjitha. Ato që janë më, po themi, komunat më të mëdha në Kosovë. Shkodra, po e fillojmë një diskutim sa i përket Prishtinës, ju s'ishit në studio, Zeqa e tha që kandidat nga aleansa do t'jetë Bek Berisha. Përparim Rama, në një emision në një studio tjetër televiziv. Jakës. E që pesha, qka? Jakës për Prishtinë. Por me fitu zgjedhjet. Me qeverisë qytetin. Dhe pesha që në vëllojë. Po që ata dhe se është i njohur ma shumë për që ata. Për krejt. Besa Shahini, ish Ministri i Arsimit në qeverinë e Edi Ramës, njërë nga qeverit, është kandidatja që tjetër nga PSD-ja, edhe pse su tha sot nuk është në videon e saj nuk është që kishte logo të Partisë Social-Demokrate. Uran Ismaili flitet nga PDK-ja dhe janë disa emra nga Lëvizja Vendosje. Tash Florinti po e thotë që është vendosur Glauku Njufsa, për Glauku nuk e kontestoi Gjevdeti. Jo, nuk e kontestoj, vishtan nuk ko vendos hala. Po me qenë se nuk ko vendos. Ka emër, po. A une po flitet që gjasat i ka Glauku më shku. Okej. Në gjitha këto që flitet, në këta kandidat, si i vlerëson gjithë? Hajta marrim një vlerësim për gjithë kandidatët që do t'jenë në Prishtinë. Prishtina do t'jetë betejë e fuqishme e partive politike. Po, fillimisht historiku i garës në Prishtinë dihet, domethënë.